jeton vetëm në luksin e çfrenur. Ndaj dhe nuk ka shpresa që të ketë ndryshime. Pra, nuk ekzistojnë qytetarët, hallet, problemet, duke se ja kanë dhënë Eliz butonin. Pra, të zhytur në luksin e tyre, do ta presim. Do ta presim se këtave kanë një të mirë, nuk del Hoxha atje, këta kanë me magnetofon. Jo, e ka brenda, nuk është magnetofon. Nuk është Hoxha që a mira të shumë. Muezini. Kjo është rregull. Kjo është korrekte pastaj. Po që Hoxha aty është shpirt. Do të respektoj. Po atë më ka edhe kam besim. Tani për më përpër. Është në fund.
Jo. Edhe pa. Po do të. Pra, këta janë njerëz që nuk ndëgjojnë as zërin e Zotit, as dramis, as të kishës, as teqës, as njeriut. Janë të verbuar nga luks. Këta e një grup bigjozhish që lanë shuma prallore në kazino dhe mejhane dhe nuk duan t'ja din për pensionet. Unë shkoj aty në platformë me zi qëndroj nga aromat, nga gërshetimi i aromave të parfumeve më të kushtueshme. Aty bëhet një parad, luksesh, bizhush, parfumesh, si jek sikur jeni një sallon mode dhe jo në një parlament përfaqësues të qytetarëve.